Është inauguruar në Korçë qendra e shërbimit mbështetës për fëmijët dhe familjen. Veç funksioneve të tjera ditore, kjo qendër do të funksionojë si një qendër emergjence për nënat dhe fëmijët për një periudhë 3 ditore. Bashkia e Korçës nëpërmjet donatorëve ka bërë të mundur rikonstruksionin e katit të dytë të kësaj qendre, duke ofruar të gjitha kushtet e duhura për strehimin e nënave dhe fëmijëve në situatë emergjente. Një shërbim në fakt i ngritur para 5 vitesh në kuadër të deinstitucionalizimit, ku Bashkia e Korçës është një nga bashkitë e para pilot ku është pilotuar deinstitucionalizimi. Më vjen mirë që sot jemi në këtë qendër, që përveç shërbimit ditor, që kjo qendër në fakt ofron çdo ditë për nënat dhe fëmijët, ne kemi ambicien të zjerojmë këtë shërbim për të kaluar më tej në një shërbim emergjent për nënat dhe fëmijët. Të pranishëm në inaugurimin e qendrës kanë qenë aktorë të shumtë të institucioneve vendore, donatorët si dhe përfaqësuesit më të lartë të Bashkisë së Korçës. Kjo godim do të jetë në funksion të një njësie të ngritur relativisht së fundmi nga ana e bashkisë që do synon të ofrojë shërbimet për fëmijët edhe për familjet sipas një koncepti të ri që është paraqitur së fundmi dhe që unë besoj që do të jetë e ardhmja e shërbimeve sociale, jo vetëm në qytetin tonë, bashkinë tonë, por në gjithë vendin. Kontributi im është shumë i vogël, kontributi më i madh është juaj që punoni çdo ditë. Ju e meritoni gjithë mirënjohjen dhe respektin dhe ju keni kontributin më të madh. Të gjithë të pranishmit kanë vizituar ambientet e reja të qendrës duke vlerësuar investimet e kryera dhe standardet e arritura në ofrimin e shërbimeve. Qendra e shërbimit mbështetës për fëmijët dhe familjen ka si synim të zgjerohet edhe më tej në të ardhmen, duke ofruar strehim deri në një periudhë 6 mujore për nënat dhe fëmijët në situatë emergjente.